Lëndrimi dhe Benita përfshihen në një debat të hapur, ku emocionet janë të ndezura dhe fjalët dalin me forcë. Atmosfera është e ngarkuar dhe çdo banor qëndron në heshtje për të parë se si do të zhvillohet ky përplasje. Lëndrimi fillon debatin me një ton të prerë dhe të ashpër, duke i thënë Benitës se mendon se ajo nuk ka ndjenja të sinqerta për Klodin. Ai akuzon atë se e pëlqen Klodin vetëm për lojë dhe për të fituar avantazh brenda shtëpisë, dhe jo sepse ka ndjenja të vërteta. Fjalët e tij bien të rënda dhe të drejtë për drejta, duke i bërë të gjithë të ndihen tensionin që përshkon hapësirën. Benita e dëgjon për pak çaste, me fytyrën e ngurtësuar dhe sytë e ndritshëm nga emocionet. Ajo nuk mund të pranojë menjëherë atë që po thot Lëndrimi dhe fillon të reagojë, duke i thënë se ai po gabon dhe po interpreton situatën gabim. Ajo shpjegon me zë të lartë se ndjenjat e saj për Klodin janë reale dhe të sinqerta dhe se nuk ka as pak qëllim të përdor askënd për lojë. Debati vazhdon me ndërprerje të shkurtra, ku secili përpiqet të mbrojë qëndrimin e vet. Lëndrimi thekson se veprimet e Benitës gjatë ditëve të fundit e kanë bërë të dyshojë dhe se ai ndjen që gjithçka është një strategji për të fituar simpati ose për të manipuluar situatën. Ai përmend momente të vogla ku Benita është afruar me Klodin ose ka treguar sjellje që sipas tij nuk reflektojnë ndjenjat të vërteta. Benita, e ndjerë dhe e acaruar, i përgjigjet duke i thënë se nuk do të lejojë që ndonjë teori ose dyshim i Lëndrimit ta bëjë të ndjejë faj. Ajo shpreh qartë se nuk ka luajtur lojë me ndjenja dhe se çdo veprim i saj ka qenë i sinqert. Fjalët e saj dalin me vendosmëri dhe emocion, duke treguar se ajo nuk do të lejojë të nënvlerësohet ose të keqinterpretohet. Lëndrimi, megjithatë, nuk dorëzohet. Ai shpreh se xhelozia dhe ndjenja e tij e bën të dyshojë dhe se ai nuk mund të pranojë fjalë pa prova. Ai i thot Benitës se nuk është e mjaftueshme vetëm të thuash se e do dik, veprimet tregojnë shumë më shumë dhe. Për të, mënyra se si ajo sillet me Klodin e bën të dyshojë. Debati zgjat për disa minuta, ndërsa tensioni rritet. Banorët e tjerë ndjekin me vëmendje, disa duke u shqetësuar për intensitetin, të tjerët duke u habitur nga sinqeriteti dhe vendosmëria e secilit. Momentet e heshtjes ndërmjet fjalëve janë po aq të forta sa edhe vetë debatet, sepse secila ndërhyrje e Benitës ose Lëndrimit është e mbushur me tension dhe emocione të thella. Benita përsërit disa herë se ndjenjat e saj për Klodin janë reale dhe se nuk do të lejojë që dyshimet e Lëndrimit t'i prishin ndjenjat. Ajo thot se e do Klodin me gjithë zemër dhe se nuk ka kurfar strategjie ose manipulimi në këtë ndjenjë. Lëndrimi vazhdon të kundërshtojë, por zëri i tij humbet pak nga pasiguria që po ndjen për situatën. Në minutat e fundit të debatit, Benita përmbyll qëndrimin e saj me një ton të prerë dhe të qartë. Ajo nuk do të luajë lojë me ndjenja dhe kërkon të respektohet për sinqeritetin e saj. Lëndrimi mbetet për pak i hesh,